Përshëndetje gjithëve. Mirë se vini në klasën Kodimi i webfaqeve në HTML dhe CSS. Unë jam Betim Ismaili dhe së bashku do të ndërtojmë një webfaqe. Por para se të fillojmë me webfaqen, desha pak t'ju flas për atë se çka përfshin kjo klasë. Së bashku do të bëjmë analizimin e dizajnit të webfaqes para se të fillojmë ta kodojmë atë. Do të bëjmë gati strukturën e fajlave dhe folderve me të cilët fajla dhe folder do të shërbejmë gjatë gjithë klasës. Do të shkruajmë shumë rreshta kod HTML dhe CSS, si dhe do të përdorim teknika të ndryshme të kodimit. Gjatë gjithë kohës, ne do të kemi edhe këshilla praktike në Photoshop, Sublime Text apo dhe disa mjete ndihmëse siç është DevTools të browserit Chrome. Gjatë punës praktike në këtë klasë, juve do të nevojiten disa programe apo software shtesë në kompjuterin tuaj. Së pari, për të shkruar kodin, do të na nevojitet një kod editor, ku në rastin tim, unë do të përdor Sublime Text 2, por ju jeni të lirë të përdorni çfarëdo lloj kod editori që ju e dini. Adobe Photoshop do të na nevojitet për t'i prerë grafikat apo fotografitë, të cilat më vonë do t'i inkorporojmë në webfaqe. Do të na duhet një shfletues apo browser, ku në rastin ton më së shumti do të përdorim Google Chrome. Dhe pika e fundit, por jo më pak e rëndësishmja, unë pres që secili prej jush të ketë njohuri bazike në shkrimin e kodit në HTML. Por nëse nuk ndjeni mirë në këtë pikë, atëherë do t'ua sugjeroj klasën e profesorit Ridvan Aliu, një orë kodim, ku së bashku do të shkruani disa rreshta kod HTML që është e mjaftueshme, por edhe e nevojshme për të vazhduar me klasën tonë.